Kthehemi në studio të flasim tani për pretencën e prokurorisë speciale për gjyqin e ish komandantëve të UÇK-s. Është një kërkesë goxha agresive për 180 vite burg në total për 4 ish komandantë. Do të përpiqemi të diskutojmë dhe analizojmë në lidhje drejt për drejt me 2 të ftuar. Unë kam në lidhje edhe drejt për drejt zotin Hysni Gucati, që është kryetar i organizatës së veteranëve. Faleminderit shumë zoti Gucati. Faleminderit dhe respekt për juve dhe gjithë mediat e Shqipërisë. Respekt, faleminderit shumë që jeni këtu momente me neve dhe duke ndjekur seancën apo sot prokurorët e cilët i ndëgjojmë të vesh ka thënë. Kështu që respekt. Faleminderit. Paralelisht kemi edhe zotin Isen Berisha, ish komandant në UÇK. Zot Berisha, shumë faleminderit. Respekt për ju dhe për Gucatin. Mirë, po nis me zotin Gucati se i takon pretencës. Çfarë të bëri përshtypja, nuk e di nëse e kemi ende në lidhje të drejt për drejt ose jo, përkundër e nisim bisedë. Po, e kemi zotin Gucati. Çfarë të bëri përshtypje, fillimisht pati një konfuzion, u mendua për 45 vite burg në total, por ishte 45 vite për secilin dhe nga kultura juridike. Kjo duket goxha e tepër, të paktën për sistemin romak që ne aplikojmë, për sistemin anglo-sakson mund të jetë normale, po 45 vite për secilin duket një shifër për te jetësores. Faleminderit juve edhe respekt për komandantin që keni atu, se ishte Berisha në posa komandant Bove, se Bova im ka qenë me Isenin, kështu që respekt edhe për komandantin që është ashtu, ka qenë një komandant i zotit dhe një diktator i zotit shumë. Kështu që faleminderit shumë për juve gjithë. Është vërtet sot që identiteti unë. Sot është vërtet që kam dëgjuar ne nga prokuroria, unë nuk me pasona për prokurorëve, se duke ditur që prokurorët e kanë këtë mision të arrijnë qëllimin e vet dhe të jenë fitues në lëndën të gënjeshtrave. Sot prokurorët kërkuan 45 vite në person apo 180 vite për këtë grupin. Kështu që ato që e dëgjojmë ne, unë nuk me pasona. Se prokuroria sot e ka kënaq Serbin, edhe i ka kënaq disa shqipfolca, të cilët mendojnë që kthejnë këtu Serbia, apo mund të thonë buk falis disa bashkëpunëtorë të Serbisë, të cilët kanë 200 dëshmitarë shqiptarë për me dëshmu kundër UÇK-s. A kundër Miloševićit kanë dëshmu 60 shqiptarë, asnjë më shumë. Për i thëmë për përgjithësinë më të lartë timin. 60 shqiptarë kanë dëshmu për Miloševićin, për Miloševićin 60 shqiptarë për kriminet lufte që ka bu 4 lufta në Ballkan. Sloveni, Kroaci, Bosnë, Kosovë, me qindra masakra, vetëm Kosovë 460 masakra ka bu Miloševići dhe dëshmu 60 shqiptarë turp i botës. A për pjesëtarët e shqiptarë të Kosovës, afër 200 shqiptarë dëshmuan duke rrajtur bukfalisht po apo duke gënjur, duke shpifur për UÇK-n. Kështu që sot prokurori i kënaqi zemrat e atyne që thash bashkëpunëtorët Serbisë dhe i kënaqi vetë Serbin elitën politike serbe çetnike që i kënaqi me këtë çka kërkoi sot prokuroria. Po ne nuk befasojmë këtë drejtim. Fjalën përgjithësore ka drejtësia, gjyqtarët dhe ju prokurorët. Unë dua shpresoj në një drejtësi. Okej, kemi një ndërprerje, po gjithsesi marrim dhe opinionin e zotit Berisha. Zoti Berisha, i kënaqi serbët, po themi me kërkesën e vet prokuroria, thot zoti Gucati. Je dakord me këtë pojim? Ai përmendi dhe një statistikë që nga me të vërtet interesant në raport me dëshmit kundër Miloševićit dhe dëshmit kundër komandantëve të UÇK-s. Po tani shive, të gjitha këto që keni ndëgjuar sot se e kam përcjell prej mëngjesit, pretendimet e prokurorisë janë frimen edhe të pretendimeve serbe. Mos harrojmë se këtu ka pas një impenim thellë edhe në aspektin diplomatik edhe politik, edhe diplomasi serbe edhe ruse, jo vetëm për dënimin e tyre, por përmes dënimit tyre të dënohet i tërë rezultati i asaj sakrifice që këta po mundohen me këto elaborime që i pa të gjenë ato margaritarët juridik me të cilët do të munden me arshytue edhe pretencën e tyre për akuzën, por edhe kërkesën e tyre për dënim maksimal, sepse zatën kjo është edhe natyra dhe pritja nga pretendimet e prokurorisë. Ne e dim që nga fillimi se gjykata ka filluar me disa pretendime që kanë qenë rënuese për Kosovën dhe luftën e tonë të drejtë, siç ishin trafikimi,
por të gjithë dy prokurorë radhazi kanë dalë, kanë praktikisht domethënë kanë dhënë dorëheqjen nga opozita sepse nuk ka bazë për ngritje të aktakuzës. Zgjerimi i kësaj aktakuze, domethënë i fushës së hetimit te i kalon periudhën që quhet luftë dhe po mundon të faturohen edhe periudha e pas luftës brenda kësaj akuze, vetëm gjendet një pretendim, gjendet një variant të një arsyetim juridik për dënim. Mirë po, nëse i keni përcjell me kujdes, sot paktën këto që e kam përcjell si lloj përmbledhje që po mundohen me bën, me gjetë ato margaritorë, po shihet se këto janë as të varfra dhe as pak peshë juridike kanë kur i krahasojmë me dëshmitë e mbrojtjes. E mos harrojmë relevancën e dëshmitarëve, faktoritetin e dëshmitarëve dhe peshën juridike të dëshmive të mbrojtjes në raport me këtë kategori, që i keni ndëgjuar ty thonë ma kanë marrë zatin e ma kanë shti me hangër ku ta diun çka me zore. Do me thonë dëshmi thyste që tregojnë se vetëm një drejtësi që mund të jetë pa drejtësia më e madhe. Një drejtësi e stisur nga qëllimi politik e diplomacisë serbe dhe ruse, një drejtësi të cilën disa përfaqësues se brenda asaj sallë, siç është zoti Smith, që është cilësuar nga presidenti amerikan, si person i rrezikshëm që është i gatshëm të marrë dhe jetë njerëzish. Këtë ka thënë Donald Trump, s'po thotë se Berisha. Do me thonë, por kemi të bëjmë me një person i komprometuar në aspektin financiar, i korruptuar, që është në gjendje të gjitha këto pretendime politike dhe diplomatike ruse, në emër të marrjes në të mirë ku ta diun për arsye të larta politike, të dënojnë përfaqësues kryesor të gjithë procesit politik të Kosovës shtet dhe i pavarur dhe sovran. Nëse këtë do ta lejojë drejtësia, atëherë këtu do të involvohen dhe inkorporohen ky dënim do të përfshijë tër diplomacinë ndërkombëtare, tër procesin politik të ardhjes drejt të Kosovës lirë dhe vetë procesin e ndërhyrjes natës. Mos harroni Robert Bosch dhe deklaratën e tij. Nuk mundet NATO me bashkëpunu me një organizatë që mund ta cilësoni sot terroriste, që ashtu çekeja. Mos harroni qëndrimet pastaj të Hillit, të Rubin e të gjithë ekspertëve të tjerë, këshilltarëve të tjerë të mbrojtjes, të cilët unë mendoj se i kanë defaktorizuar në aspektin juridik të gjitha dëshmitë e atyre që kanë folur në kuadër të prokurorisë. Pretendimet të prokurorisë janë të njohura, ju e keni pa vetë mënyrën e marrjes së pyetjes është paragjykuese. Sot, nëse vërtet ka ekspert juridik dhe i dëgjoj, ishte qesharake mënyra se si këta arrinin me thonë se UÇK-ja është organizuar me luftu policinë dhe ushtrinë e Serbisë. Po, përndryshe pse vi organizuar. Dhe mos harrojmë se dhe vetë presidenti Rugova, që është konsideruar njeriu i kursit paqësor në Hag, kur ishte në dëshminë kundër Miloševićit, në Hag kur ka qenë në dëshminë kundër Miloševićit, thotë se UÇK-ja lindi si rezultat i represionit të madh dhe dhunës që ushtronte Serbia. Serbia është shpat gjenocidiale për Bosnën. Mos harroni, në Kosovë gjenocidi ka filluar pikërisht me përkufizimin mbi gjenocidin. Zhdukje sistematike një populli. Në vitin 90 i tërë një popull është larguar nga puna, nga jeta, nga shëndetësia, nga arsimi, nga gjitha. Pra, lufta ka qenë pjesë vazhdimësi e këtij programi gjenocidial, i cili nuk i ka rënjët në vitin 90, vitet 90-ta, por që nga Grashanini, Çubriloviçi, Çusiçi e deri te Miloševići, është represion i regjimeve komuniste. Në qoftë se drejtësia ndërkombëtare e Hagës e arsyeton një regjim komunist dhe i dënon shkrimtarët, atëherë këtu nuk ka veç drejtësi. Çka është e rëndësishme tjetër? Unë mendoj se sot, ma shumë se kur, është parë se edhe ky proces drejtësie, edhe Kosova si proces, edhe Kosova si koncept shtetëror, është përballë me njerëz përfaqësues ndërkombëtar pa integritet. Vetë shikojeni procesin e negocimit prej 19-s e deri me tani, dhe aferën e Epstein, dhe e merrni me mend se kush ka determinuar proceset politike, kush i ka përkrahur këto procese, pra një figurë si tipi Llajçakut dhe gjithë ata që përfolën në këtë aferë. Kështu që unë mendoj se pesha juridike anon ka mbrojtja, tani do ta ketë rolin mbrojtja këtyre burrave që mbrohen në Hag, këtyre liderëve, dhe ata duhet të nxjerrin pa vlerat e dëshmive të eksponentëve të aleatëve që na kanë mbështetur ta fitojmë lirinë. Çdo akuzë nga 24 marsi, por edhe më herët, se shifra procesi politik i lirimit të Kosovës ka filluar të 88-89. Atëherë terrorist duhet me kone Ibrahim Rugova, terrorist Hashim Thaçi, terrorist unë që kam luftuar, terrorist baba Jusnis bashkë me Jusnin që është invalid lufte e të tjerë. Mirë po, e kundërta është e vërteta dhe këtë kanë dëshmuar eksponent
e shtetit dhe aleatit më të fuqishëm, jo vetëm të Amerikës, por edhe të vendeve europiane apo të NATO-s, me një fjalë. Okej, zoti Gucati, ndërkohë do të ketë një tjetër protest në 17 shkurt, në ditën e pavarësisë së Kosovës. Si po organizoheni, kush do të jetë pjesëmarrës, nëse ka detaje dhe çfarë do të ndodhë? Faleminderit që ma djegu të këtë ta diskutoj me juve. Është vërtet, ne nuk kemi në organizim, o në organizim është liria ka emër, po ne jemi në mbështetje të protestës. Protesta do të jetë me 14 shkurt në ora 14 në sheshin Skënderbeu. Tash ne kemi një motiv më shumë me dalë me protestuar, një arsye më të madhe pse duhet dalin gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm Kosovës, por shqiptar, duke i përfshirë gjitha vendet, ku thamë edhe Maqedoninë e Veriut, edhe Shqipëri nga mojnë zgjidhje për shembull me veçë që vinë protestojnë me 14 shkurt në sheshin Skënderbeu. Arsyeja është e madhe, duke parë sot një prokuror që gënjev apo që thon bukfalisht rrajtin atë aspekt ku tha Clarki nuk ka qenë bashkëpunim me NATO, me UÇK, ku dihet se Clarki ka qenë një komandant i një superfuqie më të madhe në botë në NATO-s, i cili ka punuar me ushtrinë shqiptare me pjesëtarë të UÇK-s për me bombardu të saqet serbe. Kështu që gënjev sot një prokurore Evropës e cila gënjev u mundu që t'i qetë hi syve popullit Kosovës, si gjëja që UÇK-s ka pas përkroje nga ndërkombëtarët apo nga elita politike ndërkombëtare. Kështu që po protesta do të bëhet, ne jemi mbështetje, unë bëj ftesë edhe ne nga televizioni ju, gjithë aty në qytetarë vinë dhe të protestojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, qetë, protestë paqësore, duke i treguar ndërkombëtarëve se ushtria qendrore e Kosovës, siç tha komandanti, nuk ka qenë organizatë kriminale, por ka qenë organizatë shërimtare. Ne s'kemi qenë kriminal, ne kemi ftuar në drejtën tonë të Zotit, ku kemi shëruar vendin tonë nga ardhit çetnike paramilitare serbe dhe kemi arritur atë qëllim bashkë me ndërkombëtar, bashkë me miqtor, të cilët kemi bashkëpunuar dhe kemi punuar për me shëruar vendin një herë për çdo nga Serbia. Okej, kishte diçka zot Berisha? Po, duhet ta konfirmoj këtë dhe kjo po demantuan vetë strukturat e NATO-s. Unë po të flas në frontin e Kosharës. Në prapavi në afërsi të frontit. Ka qenë e atashuar qendra operative nga drejtoria operative e NATO-s me Selin Tiranë për koordinim të zjarrit dhe veprimeve luftarake, me njësi që kemi filluar luftën në vijën e kufirit. Dhe ky koordinim nuk ka ndodhur aty për aty dhe rastësisht, por ditë para sulmit kanë ardhur përfaqësues në njëjtën drejtori, duke survejuar, ne kam shpjeguar një herë, drejtimin e futjes me forca toksore nëse ju kujtohet atë NATO ja pretendonte, dhe kur erdhëm në lart, u dolëm në takim. Kur nuk harroj momentin kur Agim Ramadani, që ishte shef shtabi, i tha, na mbështesni nga ajri, për tokë jemi vetë. Dhe kështu ka ndodhur. Edhe ky koordinim ka ndodhur, ka qenë qendra operative të atashuar, NATO ka qenë e koordinuar me NATO, me UÇK. Ka pasur pikat e informimit, njerëz të infiltruar brenda territorit të Kosovës, ku i ka marrë koordinatat, e disa koordinata i ka pasur formuar para se me fillu fare lufta e ushtrisë shtimtare të Kosovës. E lufta e ushtrisë shtimtare të Kosovës në 8 orë të vitit 96, nga në mirë thonë, sekretari i ambasadës amerikane femër, ta shpjegoj emrin, na thotë, kemi bisedu me Rugovën, kemi kërkuar me një luftë. Ka vu disa kushte, normal ai ka pas një proces më të komplikuar politik, kemi gjetur një person dhe një lëvizje që do të futet pas një kusht dhe ka përmend emrin e Hashim Thaçit. Prandaj, krejt këto insinuata, tendencat e prokurorisë që është në presionin e atyre që e kanë stis komplet faktet, argumentet kundër ose për të pasur një tribunal siç është ky, janë në frymën e pretendimeve serbe dhe ruse dhe diplomacisë tyre për ta dëmtuar pavarësinë e Kosovës, për ta kthyer Kosovën edhe një herë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, për ta shqyrtuar nëse ka pas drejtë pavarësi dhe sovranitet, sepse po bëhet një politikë madhe për ta lënë si Republikë të tretë godat Jugosllavisë, që një ëndër që është shu, sepse projekti amerikan ka qenë pavarësimi i Kosovës. Sot na jetojmë në Kosovë si shqiptar, Kosova është Ilire, Dardane, Pellazje, çka doni, por në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë është pronë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe gjithçka që ka ndodhur këtë vend ka ndodhur dhe koordinuar me aleatin kryesor SBA, dhe NATO ka ecë pas saj sepse kanë qenë superfuqinat e vetë SBA-ja. Të tjerat janë të gjitha stisjet drejtësisë që po mundohen me balancu krimet që i ka kryer Serbia, e mos më moj veç Serbinë tash i akuzuar, sepse me gjitha republikat tjera ka një lloj balanci në ndarje, me Kosovën e ka shumë dhëmshme. Sepse jemi në armiqësi, po citoj Gjergj Fishtet. Në mënyrë shoj na kem le
kemë shej vetin i qilla i dhe. Ky është dallimi me ta. Prandaj edhe ndarja është shumë e dhëmshme. Edhe në aspekt drejtësisë, edhe fizik, edhe ushtarak, por ka ndodhur dhe s'ka kthim mbrapa. Okej. Ndërkohë, zëri Gucati, prokuroria që përmende u mundua ta distanconte individin nga organizimi, si jepe deklaratën e saj, tha që po dënojmë individët, jo organizatën. Po kjo është një arsitimi ty në fillimi i kësaj gjykate që ka tentu. Po jo, këta njerëz kanë qenë krerë të ushtrisë së Kosovës, ta s'kanë qenë individi. Ta kanë qenë krerë të shtetit, të cilët kanë udhëhequr luftën, kanë udhëhequr Rambujin edhe konferencën e Vienës në atë kohë në Austri, do të thotë janë edhe njerëz paqës, kështu që s'mund të jenë këta individ. Individ mund të jetë unë si Gucati, dikush tjetër, jo Baci Jakub Hashimi edhe Kadria dhe Rexha dhe të tjerët, po këta janë krerë të ushtrisë së Kosovës, kjo ata thirrën në hierarki ushtarake, edhe tash mundohen ta lokalizojnë vetëm ta bëjnë me individin, kështu që kjo është e papranueshme për neve. Ta janë duke munduar të ftofin gjakrat apo të bindin opinionin që gjëja se gjykata shumë e drejtë, gjykata po pendon luftën e gjykatës me individin. Kjo që është një gënjeshtër shumë e madhe e prokurorisë, e cila po tenton të bëjë këto lënia shumë të këqija. Se kjo gjykatë në fillimi ka dashur, në fillim ju e dini kur kjo gjykatë Baci Jakupi patronë ditën e parë në musliman dhe në katolik, kur Baci Jakupi tha, ne katolik edhe musliman jemi shqiptar. Ne s'na ndan as feja, as Kosovë, ne jemi një kom, ne jemi shqiptar tek e fundit. Kështu që UÇK nuk mund ta ndan pe këtyre krerëve. As këta s'mund t'i ndan pe UÇK. Kështu që kjo është një gabim i madh i gjykatës që po tenton bën solucionia poshtra mes UÇK-s dhe individit. Okej, ndërkohë zot Berisha ka ndonjë pyetje që ekziston dhe si debat në Kosovë. Duhet thënë që gjatë luftës ka patur dhe viktima shqiptar që janë akuzuar si bashkëpunëtor. Për disa prej tyre ka ludime që provat s'kan qenë mjaftueshme për t'i cilësuar si të tillë diçka të tillë përmendi edhe prokuroria dhe në Hag ka patur dhe dëshmitar shqiptar që kanë mbajtur funksione në gjatë luftës, për shembull për zotin Gani Geci ka qenë gjithashtu një dëshmitar kundër Thaçit. A ka patur gabime të izoluara në UÇK? Dhe nëse bëhet pyetja kështu direkte, atëherë edhe përgjigja duhet të thonë aty, po unë po flas ndryshe. Le të urdhëroj ta zotërisë, se shife, këta kanë thënë do të sillim në gjykatën në tribunalin e tribunalin special, do të sillim praktikat më të mira të drejtësisë ndërkombëtare evropiane e tjera. Le të urdhërojnë të kthejmë pak retrospektiv dhe të analizojmë luftrat e shteteve të tjera, luftën e dytë botërore. Në Francë, se Franca është më e njohur për eliminimin e kolaboratorëve me fashizmin. A ka pas eliminimet e kolaboratorëve? Dhe pse bëhet eliminimi i tyre? Po të lutem. Na kemi qenë një popull që 100 vite na ka marrë në sundim Serbia. Bile ka arritur në një masë madhe me na ndryshuar dhe strukturën gjenetike përmes procesit të asimilimit, dhunës e formave të tjera tashmësnime e banalizu komplet. Dhe normal që na kemi pas strukturën në popull njerëz për cilëve ti s'ke mujt fry me marr. E le me ba lëvizje me prunë. Na nuk kemi qenë popull i armatosur, na s'kemi qenë shtet. Na s'kemi pas strukturë shtetërore si Kroacia, Slovenia, ka dhënë urdhër ministri i Brezit, presidenti, ministri i Brezit, shtabi dhe lufta. Këtu ka nisur, e kam shpjeguar një herë, nga lojët e fshatit, kam ardhur prej Shqipërisë si ilegal, kam shkuar në fshat Temin, 2-3 djem kanë rrit në fshat në hyrjen ndalje të fshatit. Pastaj duke pa këto ka pa dhe fshati tjetër dhe kështu është strukturuar ajo që është quajtur një lëvizje armatosur dhe kanë filluar aksionet e para se na kanë nxorr rrugën. Unë nuk kam shkuar në Shqipëri, unë kam studiuar se s'kisha çfarë me botë tjetër, pa, dhe pak në zallë herë më shkuaj, pak një far kolegje aty edhe nuk kam ardhur rastisht. As ato djem që në Serbi nuk janë ardhur rastisht. Dhe ka filluar me na nxorr rrugën Serbia nëpër Kosovë. Ti më shkuan prej Gjakove vllavia në Prishtinë studime, u dashkë me zbrit 2-3 vena me heckong në për do fusha male me dalë me hy prapë në diçka tjetër. Bëj këni ditë 2 me shkuan në Prishtinë, mi dhon provimet. E po që kur të më nxarr rrugën Komoran që ati me hekun nga rruga, se prandaj edhe mund që ke. Dhe në moment caktuar populli ka vlerësuar se represioni ka shku deri kushturon më. Paktën këtë kurs që këtë qëndrim e ka marrë edhe presidenti rrugove në atë botë në tribunalin e Hagut për Jugosllavinë. Dhe kjo për këta ka lind UÇK-ja. Pra, po kush kanë qenë pengesa jonë? Unë sa kom shku në vendlindje time, në fshat timit, ballë për ballë me mu ka qenë një person, s'pe jep tash emër, që i ka shërby policisë serbe dhe ka qenë direkt me Beograd i lidhur. Ata që ndëgjojnë, fshatarët e mi e dinë për kanë po flas. Dhe ai ka shërby deri në natë, shqiptar.
Dhe kur s'ka mujt me dalë për derë shpisun pa mbaj. A e kon penges. Tash do të thonë ju, a eliminova. Jo se eliminova, ka jetu edhe pas lufte. Pra ka vdek vetë, është gënjesht e kjo që i kemi eliminu. A i ka mujt me qenë strukturat ushtrisë serbe, si që kanë qenë familja Mushkjakovve apo Mariana Bazve në Gjakov. Dy djemë të Mariana Bazve me polici serbe, e kanë vra Argentim Sadikun dhe babajnë e doktor Ilir Tull Shazimin, avokat, i kanë vra në gjykat në pej. Dhe qa po preti tash, për Mariana Baz do t'ja trajtojnë e gjykat Hogës edhe Beogradit mirë. Armiku është taj për mu. Prandaj është ta armandore, eliminimi e objektiva që përbëjnë rrezik për ty. Pra, këto pretendimi janë qesharake. Unë me ndoj se mbrojtja këtu ka mi elaboru këto si duhet. Këto janë qesharake, ti me më thonë mu, keni vra polisë serbe, se kanë du të me vranin Suedeza, keni gjujtë ushtërinë serbe, pse kanë ushtërinë e Malizi e Belgjiksa, këta e në okupatorë, këta e në armiku. Për kundër këtyre luftum, ke gjujtë NATO janë? A gjujtë NATO janë në Varshavë? A gjujtë NATO janë në Bruxelles? Po jo, gjujtin në kazermet e ushtrisë jugoslave, janë ndërprer rrugët e furnizimit. E gjujtin në Beograd sepse ambasada kineze ishte kthy shtabi i koordinimit me Rusinë. Nuk e ka gjujt rastisht, se zgjun ato rastisht, prallan këto. Prandaj, në këto pretendime se janë vra, janë eliminu, është luftë, dhe të urdhërojnë zotëritë e gjykatës, edhe kush merret me filozofi e me analiza, dhe të më thojnë në luftrat e kaluara, shtetet a i kanë vra, kolaboratorët as i kanë vra. A i kanë eliminu. E të ne nuk kanë ndodhur bashkështu, veç me na dalë në Frankfurt. A ke pamur ai zotnia që den kanal 10 e fol ai, nuk e di, Brana, zi që i thojnë. Unë në studia më thotë jo, në kom luftu kundër tetën koshore. Si më konë forca serbe, thotë në kom qik me kundër aeror. E të në studio televizionet të Kosovës jep intervista bën debate. Qa po dojnë me na tregu këta? Nuk kemi na popull hakmars në popullat civile. Kush ka qenë në anën armikut, ka qenë objektiv për eliminim. Pik, ka përbërë rrezik për mu. Dhe une nuk i shqetësohem kësaj akuze. Mua kam lëndën më shumë situata se këtu ka bët një gjykim politik që ka qëllimin me kthy Kosovën edhe një herë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me shqyrtu sovranitetin. Nuk është në pyetje krimet se s'kem pas në kaçik me bë krime bre. Ne kena marrë dokush në Shqipni, që tu ke shëniu që atje ka vra. Unë i di mirë se ta uçekeja këtu popullorën përgjithësisht i kanë ditë këto elemente. Po kushte zborit i kam përjetuar në Nxallher. Në pushtë të zborë që tu ke marrë shenjë që atje ka vrasë, se që në kont të kualiduma s'kurgjanë, të në kont push që ka përdorë populli sarjukatik. Nuk kem arrit na me marrë armatimin bashkëmatmin që ka pasë Shqipëria. E tash me këtë armatim me na pretendu se na kem arrit me kryj krime, ose me na identifiku njëve me hierarki. Hashim Thaçi në këta mi thonë ju keni që kënë urdhërdhënësit. S'ka pas shansë Hashim Thaçi me mbri urdhri tek kushtari fundit, apo tek mu marrë me shuplaka, apo me marrë dikon mja dhonë 2-3 shuplaka pëse është shpion. Këto e në stisi, Hashim Thaçi ka konë me mja vjedhët mzatin atina, mzati jetojnë bikut, se kështu e ka thona e në fjallorë. Mja vjedhët kaçanik ati më shku mi hongra. Po fundja në gjendje lufte i është mobilizim, i përgjithshëm, edhe i të mira materiale edhe i popullit. Qka? Të 30 mas ka pasë qëndrim për mobilizim, mas rambujes. Pra, këto pretendime janë tjerë dhe vetëm përmes forcue me kriju një imazh dhe në Kosovë, manin men, sot, këtë ditë që po flasim, unë e ti, ka një muj, që është ka zhvilluar një presion dhe propagandë madhe, me krijuat para psikozen, se këta do të dënohen, tash po indigjenë në strukturat që vërtet janë bashkëluftare, bashkëbërbitar, po thonë, valla rrezik se i kanë fillu me krijuat psikozen. Por s'ka shansë nëse vendoset drejtësi me u dënu këta për këto pretendime të prokurorisë. Dhe me u dënu as më tepër përballë të deponimeve që kanë dhënë struktura mbrojtjes, që janë këto struktura që kanë marrë vendime, edhe për ndërhyrjet NATO-s, edhe lidhjen e Clarkut me ne, edhe gjitha veprimtarive që janë kryerë diplomatike, politike dhe ushtarake. Zot Berisha, shumë faleminderit, zot Gucati, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit edhe juve. Do të shihem me 14 atje në shpesh. 17 se e dallojmë, e ngatrojmë me 17, po, 17 shihemi në protest. Faleminderit shumë të dyve, mirë, shkojmë me shpejtësim publicitet, kthehemi pas pak.